Riciklimi dhe kujdesi për mjedisin ishin në qendër të projektit shkollor të realizuar nga nxënësit e klasës së 7 të shkollës Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa. Ata sollën një ekspozitë të veçantë me punime të realizuara nga materiale të riciklueshme, duke treguar se mbrojtja e natyrës mund të nisë që në bankat e shkollës. Në punishten e vogël të riciklimit, nxënësit prezantuan modele të ndryshme si ndërtesa e shkollës, ferma kafshësh, lule dekorative, kënde lojrash për fëmijë, fusha sportive dhe shumë krijime të tjera të ndërtuara me fantazi dhe përkushtim. Nxënësit përcollën mesazhin e ripërdorimit të materialeve dhe reduktimit të mbetjeve. Lënda e gjuhës shqipe na ndihmon të përcjellim mesazhe ndërgjegjësuese, të shprehimi dhe tona qartë dhe të sensibilizojmë të tjerët për rëndësinë e riciklimit. Përmes decimeve, eseve, poezive, sloganeve dhe prezantimeve ne mund të nxisim qytetarët të kujdesen më shumë për mjedisin. Sot kemi kënaqësinë të prezantojmë librin Riciklimi, vëllimi 2, një punim e realizuar nga vetë nxënësit. Ky libër është fryt e kërkimit, bashkëpunimit dhe dëshirës sonë për të mësuar më shumë rreth mbrojtjes së mjedisit dhe rëndësisë së riciklimit. Gjatë punës në këtë vëllim ne kemi marrë informacione nga fusha të ndryshme të riciklimit, duke zbuluar se sa shumë materiale ripërdoren, ato mund të marrin krejtësisht një jetë të re. Ne kemi përfshirë temat si riciklimi i letrës, i kartonit, i plastikës, i baterive, ujit, tekstileve, i materialeve të ndryshme, edhe shumë gjëra të tjera, duke dalë në rezultatin që këto janë materiale të vogla, të cilat ne në jetën tonë i quajmë si mbetje të zakonshme. Një vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe risive shkencore dhe teknologjisht në fushën e riciklimit. Mësuesja kujdestare Aurora Dërka vlerësoi punën dhe përkushtimin e nxënësve të cilët prej disa muaj me radhë punuan për të realizuar projektin edhe për të sjellë ide origjinale. Ky projekt nuk ka nevojë për shumë fjalë, sepse tematika është e tillë. Për riciklimin nuk mund të flasësh, për riciklimin mund të punosh, mund të projektosh, mund të bësh statistika, grafike dhe pafund modele të ndryshme. Bashkë me fëmijët, me ndihmën e profesor Benit dhe mësuesve të gjithë stafit të shkollës sonë, bashkë edhe me ndihmën e madhe të drejtorisë që na ka mësuar ambientet e përshtatshme për të realizuar këtë projekt, kemi nisur punën kaq muaj më përpara për të realizuar këtë projekt të përfunduar ditën e sotme. Dua të falenderoj secilin nga fëmijët prezent për punën e realizuar gjatë gjithë këtyre muajve. Drejtoria e shkollës përgëzoi nxënësit, mësuesit dhe prindrit për bashkëpunimin dhe kontributin në realizimin e projektit, duke theksuar se aktivitete të tilla ndihmojnë në formimin e qytetarëve të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm për natyrën. Tema ishte shumë interesante. Tema është shumë aktuale, është një fenomen botëror për problemet e ndotjes, sikurse edhe riciklimi. Pra jemi në fazën e riciklimit të çdo mbetje që ne të mbrojmë natyrën, të mbrojmë gjithçka ekosistemet që në fund ato janë pjesa më e ngushtë e jetës së çdo gjallëse, si bimore, ashtu shtazore dhe pse jo dhe te teknike.